Sot vendosa të luaj derën e jashtme. Në fillim menduam që ta ndërronim, por na erdhi keq, edhe pse është një derë 50 vjeçare, menduam okay, po e mbajmë për momentin, por një lyerje e ka nevojë. Tani që mbaroi shkolla dhe kopshti dhe fëmijët na ndihmojnë për të rregulluar parkuborin, pasi e vërtetë është se 3 vjet që ishim në Greqi, gjithçka ngeli pas dore. Borri ishte në një gjendje kur jemi kthyer, në një gjendje shumë të keqe, sa që na ka shumë keq. Sakrificat tona që të fitonim të ardhurën në Greqi, vërtet ishte një humbje kohe kur shikon shtëpinë tënde në atë gjendje. Kështu që tani vendosëm ta rregullojmë. Në këtë mënyrë mbajmë dhe fëmijët larg ekraneve dhe të mësojnë të pavarur, të mësojnë se si bëjnë dhe këto punë, sepse do ju duhen dhe normale të kenë edhe atë kënaqësinë të shtëpia e tyre, sepse kur i bën vet është edhe një kënaqësi tjetër. Ja dhe rezultati final i derës nuk është siç e prisja, por që më pëlqen. Dhe lulishtja e mbaroi djali, mbushi me baltë dhe tani ka ngel puna ime ta mbjell me lule. Më jepni disa ide në komente. Tani po ulem të merrem pak me mesazhet, pasi më kanë ardhur shumë mesazhe për sa i përket promos së supervizorit. Shiton në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni mund të arrijë këtë muaj nga 500 pikë vetëm 300 pikë, dhe çfarë do të thotë ky kualifikim? 2 fishim fitimesh nga 25% në 50%.